Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sura El-Haqqa. Ajetet nga 25 deri te ajeti 29. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Por ai të cilit do t'i jepet libri i veprave të tij nga ana e majtë do të thotë: sikur të mos më ishte dhënë libri im dhe të mos e kisha ditur llogarinë time. Të kisha qenë i vdekur e të mos isha ringjallur. Pasuria ime nuk më solli dobi dhe më la fuqia ime. Komentimi: sikur vdekja të më merrte. Në ajetet e mësipërme flitej për besimtarët që do të marrin librin në dorën e djathtë. Ata janë besimtarët veprat e të cilëve u jepen në dorën e djathtë dhe me krenari ata i thrasin njerëzit e vendbanimit duke i ftuar që të lexojnë veprat e tyre, më pas ata zën vend të përjetshëm në xhennet. Ajetet në fjalë merren me të kundërtën e tyre. Ata që do të marrin librin e tyre në të majtë, nëpërmjet krahasimit bën situatën e të dyve mjaft të qartë. Së pari thuhet, por ai të cili do t'i jepet libri veprave të tij nga ana e majtë do të thotë: sikur të mos më ishte dhënë libri im dhe të mos e kisha ditur llogarinë time, të kisha qenë i vdekur e të mos isha ringjallur. Në atë gjyq të madh, në atë ditë të madhe, në atë ditë ku gjithçka do të shfaqet dhe të gjithë veprat do të dalin sheshit, zëri i tyre do të ngrihet lart dhe ata do të nxjerrin nga thellësia e zemrës së tyre një përvolues. Do të jetë kjo pas thirrëm keqardhje dhe zhgënjim për veprat e bëra, do t'i luten Zotit t'u japë vdekjen dhe të shpëtojnë nga i turpërimi i madh. E njëjta situatë përshkruhet edhe në ajetin 40 të surës Nebe. Me të vërtet ne ju kemi paralajmëruar se është i afër dënimi ditën kur njeriu do të shohë se çka kanë bërë duart e tij dhe kur jo besimtari do të thotë: sikur të isha pluhur. Por ajetin të kisha qenë i vdekur e të mos isha ringjallur është edhe një tjetër komentim ku thuhet se qëllimi i përdorimit të fjalës qadhie është vdekja e parë që do të thotë sikur në ato kohë që vdiqëm të mos ringjalleshim më. Kjo thuhet kur ata në këtë botë nuk kishin gjë më të keqe se sa vdekjen, por në ditën e Kiametit ata shpresojnë e luten që ajo vdekje të vazhdojë. Komentues të tjerë janë të mendimit se ka të bëjë me fryrjen e surit të parë të cilën e kanë interpretuar me fjalën qarja, që do të thotë sikur të mos kishte fryrje të dytë. Komentimi që bëm në fillim është më i përshtatshëm. Pastaj shton se ky kriminal mëkatar duke rrëfyer hapur thotë: pasuria ime nuk më solli dobi. Në këtë ditë fatkeqe për mua. Jo vetëm që pasuria nuk më bëri dobi mua dhe nuk më zgjidhi problemet, por as pushteti e saltaneti. Të gjitha u zhdukën dhe më la fuqia ime. Përfundimisht, as pasuria nuk më bëri dobi, as pushteti, as pozita, sot me duar bosh dhe në kulmin e poshtërimit, qëndroj para drejtësisë hyjnore. Të gjitha mjetet e shpëtimit u pren, pushteti e fuqia më vajtën dëm, e mbi të gjitha shpresa më pren nga të gjitha anët. Disa fjalën sultan në këtë rast e kanë marrë me kuptimin argument që është burimi i shpëtimit të njeriut, që do thotë sot nuk kam asnjë argument apo arsyetim me cilin mund t'i dal përpara Zotit e të mund të justifikoj çka kam vepruar. Komentues të tjerë kanë thënë se qëllimi i përdorimit të fjalës sultan në këtë rast nuk ka të bëjë me pushtetin dhe saltanetin, sepse të gjithë personat që janë në ferr nuk janë pushtetar të ndonjë vendi apo qyteti, por kjo fjalë ka të bëjë me pushtetin individual të njeriut ndaj egos dhe jetës së tij. Por duke parë se shumë prej banorëve të xhehenemit për veten e tyre kishin pushtet dhe ndikim në këtë botë, ose ishin prej të pasurve, kjo gjë nuk duket e drejtë. Ulumtimi. Disa ngjarje mësimdhënëse. Këtu janë rrëfyer shumë histori, të gjitha theksojnë për mbajtjen e ajeteve të mësipërme. Këto ajete janë mësim për ata që mbështeten në pasuri dhe pozit, për ata që janë përlyer me krenari, neglizhencë dhe mëkat, si për shembull, në kohën kur Harun Rashidi u smur rënd në Khorasan dha urdhër t'i vinte mjeku nga Tusi. Porositi që enën ku kishte vendosur urinën për t'ja analizuar ta vinin në një rjesht me të tjerë që mjeku të mos e dinte se cila ishte e Harun Rashidit. Mjeku pa e ditur se e kujt ishte shishja me urinën që do analizonte tha: personi që e ka këtë shishe t'i thoni të lër amanetet, sepse fuqitë e tij janë dobësuar. Haruni kur e dëgjoi këtë gjë u shqetësua shumë dhe mbeti pa shpresë për jetën e tij dhe nisi të lexojë këto rjeshta poezie. Bravo për doktorin dhe për ilaçin e tij. Nuk kam fuqi të mbrohem përballë vdekjes që është afër. Po të kishte fuqi, atëherë pse vdes nga e njëjta sëmundje që më parë shëronte? Në atë kohë ai u informua se njerëzit e kishin përhapur thashëthemin e vdekjes së tij.
Ai urdhëroi që ky thashethem të përhapet. Kur ata sollën një kafshë me 4 këmbë, tha: "Më vendos mbi të." Papritur, gjuri i kafshës u dobësua. Ai tha: "Largohuni nga unë sepse thashethemi i përhapur thot të vërtetën." Më pas porositit i sillnin disa qefin, ndërta përzgjodhi një dhe tha: "Pranë këtij shtrati përgatisni për mua një varr." Më pas vështroi varrin dhe recitoi këto ajete: "Pasuria ime nuk më solli dobi dhe më la fuqia ime." Në atë ditë u largua nga kjo botë. Nga dietari i madh Sheikh Behai, në po këtë libër transmetohet se një burr në emër të pendesës shpesh herë i bënte vetvetes gjykimin. Një ditë prej ditësh po llogariste jetën e tij. Në atë kohë ishte 60 vjeç. Ai përllogaritti shumën e ditëve të viteve të tij dhe i dolën 21.500 ditë. Ai tha: "O himjeri unë, nëse për secilën ditë të jetës do të kisha bërë më shumë se një gabim, shuma e gabimeve të mia do të shkonte më shumë se 21.500. A do mundem t'i dalë përpara Zotit me më shumë gabime?" Në këtë çast ai tha një brithmë dhe ushtri në tokë, në këtë gjendje dha shpirt. Në librin Jetime Thalebi shkruhet kështu: "Kur ju afrua vdekja Daules, gjuha e tij nuk recitonte gjë tjetër përveç këtyre ajeteve: Pasuria ime nuk më solli dobi dhe më la fuqia ime."